Libri i saj i radhës. Në një atmosferë ku fjala mori jetë përmes vargjeve, Biblioteka Ibrahim Rugova mblodhi dashamirës të letërsisë për promovimin e librit të tretë me poezi nga shërim të autorit Bardhyl Oseku. Kritikuesja e librit Elizabeth Going u shpreh nderuar që ishte pjesë e këtij rrugtimi letrar, po ashtu ajo recitoi edhe një poezi të librit, atë që e kishte prekur më së shumti. Sot si recensente është nder edhe letrar, por edhe personal. Sepse libri nga shërimi është zhvillimi i poezisë që kushton çështjeve edhe letrar, edhe personal. Edhe si vetë shkrimtare dhe lexuese e flakt, kam prit me padurim këtë vellim të tretë të poezisë të Zotit Bardhyllit. Mallz e mbesës sime, vështirë kam të di pranvera ja luzoj syt mallzës apo mallzë pranverës. Pas vargjeve të librit qëndron edhe një dedikim i veçantë për vajzën e autorit, një lidhje fort emocionale, cila u theksua edhe nga profesoresha letërsisë Migena Arllati. Nga shërim, e merr titullin nga vetë poezia me titullin Nga shërim, të cilin poezia i ja kushton rrezes, dashurisë zemrës, bijës, e ku ka më të shenjtë se sa bija. Por kështu është jeta. Jeta është si një stacion i vazhdueshëm në të cilën ne gjithmonë lëm një të mirë, gjithmonë lëm një mbres, gjithmonë lëm një kreaturë, një krijesë. Krijuesi Angel Berisha kishte disa fjalë për autorin. Erdhi në kulturë pas lufte, erdhi shumë drejtues. Ai ka kaluar jetën me dhe dashuri, me letërsi, me lexueshmëri, edhe me familjen e tij që është po ashtu karakteristike në gjaku, ka qenë kontribuese të gjitha konave për të ardhur sot të liria. Autori nda emocionet e kësaj dite të veçantë, duke treguar dhe çfarë dëshiron që lexuesit të gjejnë brenda faqeve të librit. Emocionet për promovimin e librit janë të thella për shkak se njerëzit që mirren me shkrime promovimin e librit e krahasojnë me lindjen e një fëmije. Lexuesit që kanë një prirje dhe e kanë shprehur gjatë jetës së tyre një dashamirësi ndaj librit, ata sigurisht që mund ta prejtojnë edhe ta interpretojnë sipas mënyrës së tyre, por unë jam përpjekur që të shpërfaq brendin time edhe të reflektoj te lexuesit. Besoj që edhe lexuesit do ta kuptojnë shpirtin tim dhe do të marrin diçka, por edhe ta interpretojnë ashtu siç ata e ndinë. Nga shërim është ark e kthejtur plot me xhevahir, u tha mes tjerash në këtë ngjarje kulturore.